Shkojmë pak në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe të Mbrojtjes është Ministri i Mbrojtjes. Po bën aktualisht dhe do doja që të shfrytëzoja rastin që t'i bëja një ftesë komisionit përmes kryetarit, t'i bëja një ftesë komisionit që të angazhohemi në mënyrë të përbashkët në përmbylljen e rishikimit strategjik të mbrojtjes, cili nuk është bërë që prej vitit 2019 dhe ka ardhur koha ta bëj. Dhe do donim këtu të theksonim element që lidhen edhe me zona të tjera përgjegjësie, siç është Adriatiku dhe Joni, ku besoj se Shqipëria përmes aleancave më të konsoliduara me Italinë apo me Kroacinë mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm qoftë për sa i përket kapaciteteve të infrastrukturës kritike në ujore, monitorimit të hapësirave detare e kështu me radhë. Shkolla aviacionit, për çfarë? Atëre, që prej vitit 2007 Shqipëria nuk ka fluturuar asnjë avion ushtarak. Shkolla aviacionit në Vlorë është mbyllur që në 2007 është fluturimi i fundit, pak më këto donat e mia. Juve keni qenë në përgjithësinë atë periudhë dhe ndoshta e dini më mirë. Ne synojmë të ringrem shkollën aviacionit në Vlorë, aty ku ka qenë, me fillimisht me kapacitete për pilotët e helikopterëve, sepse kjo është nevoja që kemi nevojë për afërsisht 30 pilot deri në vitin 2030 dhe kemi nevojë për 50 kontrollor ajror ushtarak deri në vitin 2030. Nevojat janë të ngutshme, ndaj dhe kemi arritur në konkluzionin që duhet ringritur ai kapacitet përmes një partneriteti me një kompani izraelite, të cilën e kemi bërë publike në pranverën e kaluar. Dhe ka filluar zbatimi i këtij projekti dhe kemi financuar përmes këtij projekt buxheti edhe ndërtimin e infrastrukturës përkatëse, qoftë të akomodimit të helikopterëve për stërvitje, qoftë akomodimit të pilotëve që do stërviten. Përmendët dhe nevojën ose jo sipas jush të avionëve, pra mjeteve siç thuhet në gjuhën teknike me grafix. Ne synojmë ta ringrem këtë kapacitet në Shqipëri, nderuar deputet, duke filluar me blerjen e 2 avionëve zjarfikës dhe jap përgjigje njëkohësisht edhe kolegut Kapri. Nuk kemi thënë asnjëherë që do blejmë mjete Canadair, të cilat janë jo vetëm shumë të kushtueshme, por prodhimi i tyre nënkupton marrjen e tyre në vitin 2029 me ritmet aktuale të prodhimit në Europë dhe në Kanada. Kemi ndjekur një strategji pak më modeste për blerjen e 2 avionëve zjarfikës. Është nisur procedura, e kam thënë dhe publikisht, e ka theksuar dhe kryeministri, dhe do ndërmarrim të gjitha hapat ligjor dhe financiar për ta konkluduar atë proces. Do prodhohen posaçërisht për Shqipërinë dhe nënkupton brenda kësaj kontrate prodhimi dhe stërvitjen e pilotëve që do operojnë këto mjete zjarfikse, mjete që janë me manovrueshmëri shumë të mirë dhe të përshtatshme për situatat e emergjencave civile në Shqipëri. Praktikisht shkolla aviacionit do filloj me pilot helikopterëve, do vijoj mirëmbajtjen e kapaciteteve për pilotët e avionëve. Për sa i përket strukturës forcave të armatosura, pyetje shumë me vend. Unë mund t'jap disa element, për herë të parë që prej janari 2025, ne mund të themi që sot kemi një piramidë të forcave të armatosura me bazë të gjerë. Nuk ka qenë një piramidë me bazë të gjerë, ka qenë një piramidë me më shumë oficerë dhe më pak ushtarë, sot jemi me bazë të gjerë, siç e theksova, rekrutimet kanë qenë domethënëse 721 rekrut të rinj vetëm për këtë vit, besoj se mund të tekar të vitin që vjen dhe buxheti mundson të paktë për 6 mujorin e parë rekrutimin e 450 prej tyre. Struktura po forcohet kryesisht në kapacitetet e luftimit dhe jo vetëm në kapacitetet mbështetëse apo të emergjencave civile. Do rrisim kapacitetin e forcave speciale, ky është synim parsor, dhe do rrisim dhe kapacitetin e praktikisht synimit që kemi të ngrem një regjiment të lehtë të mekanizuar përmes edhe industrisë së mjeteve të blinduara që do krijojmë, duke krijuar dhe një dislokim më të gjerë në vend, jo vetëm në poshtë një vaudej siç kemi kryesisht tani, po të mund zgjerohemi në të tërsinë e batalioneve në jug dhe në veri të vendit për mbuluar tërsinë e territorit, ndaj janë të nevojshme dhe këto shtime forcash. Kjo për sa i përket elementit të personelit. Zoti Kapri përmendi përveç avionëve edhe nevojën për mjete, e theksova, ndoshta nuk ishit mbritur në atë moment. Ky projekt buxhet financon edhe rinovimin, fazën e parë të rinovimit të flotës kombëtare të emergjencave civile, të prodhuara në Shqipëri,
përmes një partneriteti të shoqërisë shtetërore Kajo me një investitor privat dhe do mund të demonstrojmë edhe publikisht brenda aktiviti faktikisht fillimin e linjës së atij prodhimi dhe synimi është që fundi 6 mujorit të parë të vitit që vjen të na gjejë me një sër mjetesh të rinovuara, të cilat Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Mirë, vazhdon diskutimi në këtë komision.